Përshëndetje, sot dua të sjell në vëmendjen tuaj një argument shumë të rëndësishëm. Kohët e fundit, sidomos këtë vitin e fundit, kam vënë në televizione, në media me zë, apo në rrjetet sociale, që janë të mbushura gjithandaj vetëm me mjek popullor, ose të ashtu quajtur mjek, sepse kam kontrolluar disa herë dhe shumë prej tyre nuk janë mjek. Dhe po s'patë një diplom mjeku nuk mund të jesh specialist i asnjë lloji gjëje. Kjo jo për të qenë kundër askujt, se sigurisht që njohuritë e gjithë secilit apo alternativat e ndryshme për trajtim sa më natyral të shëndetit të njerëzve është normale që të ekzistojnë. Por fakti më shqetësues është fakti i përjashtimit të mjekësisë konvencionale, tradicionale, të shkencës mjekësore, që ka kaq shekuj që funksionon, që lufton me sëmundjet, që kërkon të vë në shina dhe të bashkojë të gjitha degët e saj, qoftë asaj holistike, qoftë asaj jo konvencionale, qoftë mjekësisë alternative, ta quajmë në format nga më të ndryshme siç të duam, por janë ato degë, ato branka të mjekësisë të cilat po ju bashkangjitën mjekësisë tradicionale funksionon. Në qoftë se çdo degë e mjekësisë përjashton njërin ose tjetrën në mënyrë kategorike, siç bëjnë disa nga pseudo mjekët që shoh, sidomos që nga mëngjesi para se të pish kafe deri në darkë, atëherë kjo dëmton shëndetin e qytetarëve, shëndetin e njerëzve, i çorienton ata sepse ka një informacion shumë të madh, por askush nuk e kontrollon atë. Si profesionist, si mjek, dua që të kaloj këtë mesazh që asnjë degë e mjekësisë nuk mund të zgjidhë e vetme çështjen e shëndetit. Shoh njerëz apo mjek popullor, siç i quajnë, dhe mua më habit më shumë fakti që si këto media, boll që del dikush i thotë jam mjek popullor, me këtë lloj bari, me këtë degulliri, me këtë fjerë, me këtë hithër, me këtë boronicë, ku di unë, shëroj këtë sëmundje, duke thënë që nga sëmundjet e shëndetit mendor, që nga shëllimet e gjumit, që nga ankthi, që nga stresi, që nga presioni i zemrës, ndofta edhe infarktin e trajtojnë me gjëra të tilla, që nga sëmundjet e veshkës, që nga sëmundjet e mëlçisë, detoksikimi i mëlçisë me barna, laboratori i organizmit ton, që nga deri tek tumorret. Kjo është e tmerrshme në ditët e sotme të pretendosh që do të shërosh këto sëmundje duke përjashtuar të gjitha medikamentet dhe duke përfshirë aty vetëm barna. Në mjekësinë europiane, ne kur bënim etikën, një nga temat kryesore ishte edhe publiciteti okult, publiciteti i fshehur. Mjeku nuk ka të drejtë të bëjë publicitet me qëllim fitimi të dikujt tjetër, qoftë një bani, një medikamenti, apo egzagjerimi i efekteve të tyre. Këtu, si për barnat dhe jo barnat, jepet që po bëre këtë ke shpëtuar nga çdo gjë. Sëmundjet kronike në mjekësi që fatkeqësisht janë pjesa më e madhe e sëmundjeve, nuk shërohen me asnjë lloj kure të ndërprerë. Ato trajtohen vetëm nëpërmjet terapisë kronike të përditshme. Një diabetik, një hipertez, një insuficiencë renale, një insuficiencë respiratore, një insuficiencë kardiake, një AVC, një postinfarkt, një ishemi, janë të gjitha sëmundje që do të marrin medikamente për gjithë jetën. Nuk mund të ndërpërjet. Pra, kush ju premton që me një lloj terapie do t'ju zgjidhë problemin, është vetëm gënjeshtër, është vetëm qëllim fitimi. Prandaj do t'ju lutesha shumë, ne këto tema, unë i kam dëgjuar me radhë dhe do t'i përgatisim hap mbas hapi për të treguar çfarë. Fiziologjia nuk ndërrohet me asnjë gjë tjetër. Fiziologjia ka të bëjë me hormonologjinë, me sistemin endokrin, ku prodhohen të gjitha llojet e hormoneve që vijnë stimulohen nga gjëndra hipofizare dhe pituitare, e cila ka një feedback që rregullon prodhimin e hormoneve në organizëm, që nga metabolizmi, që nga ato seksuale, dhe të gjithë të tjerat që janë me agonist-antagonist përmjet një feedbacku pozitiv dhe negativ, kur ka me teprizë dhe kur ka me shumicë. Por sëmundje si diabeti që mund të shërosh për 15 ditë siç dëgjova, sëmundje si diabeti që mund të shërosh vetëm me një çaj nga gjethet e ullirit, e gjëra të tilla janë megjithmonë herezi. Këta njerëz duhen të vizitohen. Nuk mund të këshillojnë njerëzit. Njerëz që kanë një arsim bujqësor, ushtarak, diçka tjetër mësuesi, na kanë dalë mjek.
na kanë dalë shpëtimtar të sëmundjeve të ndryshme. Kjo është një nga problematike shumë të mëdha, sidomos diabeti, që e shoh mbi 4-5 nga këto persona që merren pothuajse nga të gjitha mediat, në emisione apo që duhet thotë që nga mëngjesi, dhe premtojnë zgjidhjen e këtyre problemeve me mënyra jo normale. Pra, të quash diabetin një intoksikim nga sheqeri, të quash diabetin po apo jo intoksikim nga sheqeri, të quash një tumor që shërohet me një lloj barishtaje dhe jo me medikamente, jo me prevencion, jo me intervent, jo me kemio dhe jo me radio, është një herezi. Pra, të gjitha këto argumente do t'i trajtojmë në një moment të dytë, duke filluar, si thash, me radhë. Është e vërtet që organizmi jonë ka nevojë për shumë gjëra. Në radhë të parë, ai duhet të rregullohet me mekanizmat e vet mbrojtës. Duke filluar që nga fiziologjia, që nga hormonologjia, që nga stili i jetës, që nga nutricioni, mënyra e ushqimit, që nga lloji i aktivitetit sportiv ose jo që ne bëjmë, që nga lloji i punës që bëjmë, që nga lloji i stresit, që nga lloji i ankthit dhe kështu me radhë. Është e gjithë një loj mekanizmash në organizmin ton, e cila rregullohet në radhë të parë nga vetë organizmi. Dhe kur organizmi nuk arrin ta rregullojë atë, atëherë sigurisht që ndërhyn mjekësia nëpërmjet medikamenteve të ndryshme, të klasave të ndryshme, jo të gjitha medikamentet funksionojnë njësoj tek ne, duhet të gjesh tipin e duhur për personin e duhur. Kështu që do t'i marrim siç thash këto argumente me radhë në një moment të dytë. Por qëllimi është ky, informacioni që jepet në media sot, shqiptare, sociale, është i pak kontrolluar. Por sidomos, çudia më e madhe është që ka pak profesionistë që përgjigjen fushave të ndryshme, ose më saktë e mbytin më shumë me informacion këto persona, informacione përgjithshëm shëndetësor, gjë e cila predominon. Por qëllimi, siç e keni parë, është fitimi. Dhe kjo nuk mund të lejohet me shëndetin e njerëzve. Faleminderit.